Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot motra të dashura me ju do ndoj recetën e kuleçve të bijave të llapit në mënyrën moderne. Përgatitja është shumë e lehtë, e thjeshtë, besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen, marrim një enë më të madhe, kështu, dhe i hedhim 40 gram me moja buke të freskët, pra një katrore si shite nëpër markete, apo nëse nuk keni moja buke të freskët, mund që të përdorni moja buke të thotë dhe ja hedhni një lugë gjelle dhe kështu e bëjmë coptimin. Ja shtojmë një lugë gjelle me sheqer, 200 ml me qumësht të ngrohtë, 200 ml me ujë të ngrohtë dhe e përzih mirë masën derisa moja e bukës fillon pak të aktivizohet, njëkohësisht dhe do tretet ajo, përzihmë kështu rreth 1 minuti. Kemi përzirë mirë masën, atëherë kësaj masë ja shtojmë 150 ml me vaj, shtojmë 2 vezë të plota dhe përsëri do e përzim masën, pra kësaj radhe pak më gjatë do e përzim sepse vaji më vështirë bashkohet në përbërës së qetë. Dhe masës do ja shtojmë në fund millin, pra unë jam duke I përgatitur kuleçt e bijave të llapit në mënyrën moderne, pra me moja buke. Zakonisht në kaluarën I kanë përgatitur pa moja buke, vetëm se me kos lëng gjathi, mirëpo dhe atë recete kam postuar, është në kanalin tim. Një ditë tjetër përsëri do e gatuaj dhe do e shihni se si kanë përgatitur në mënyrën tradicionale gjyshët tona kuleçt e bijave të llapit. Hedhim miell, masat e miellit asnjëherë nuk I masim, varet nga marka e miellit, masia e vezëve dhe për atë arsye nuk mund të di masat fikse. Shtojmë një lugë e gjysmë të mesme me krip dhe përzim pak masën kështu me tel kuzhine dhe më pas brumin do e punojmë me dorë. Pra, fillojmë një herë që ta punojmë. Largojmë kështu brumin e ngelin në telin e kuzhinës dhe fillojmë që ta punojmë brumin me dorë, pra duhet që të delë një brum me trashësi mesatare, një brum pothuajse si I bukëve. Kështu mielin ja shtojmë gradualisht që mos ta formojmë një brum të trashë, ta hedhim për një herë një masë të miellit, shtojmë miell e përzim dhe në këtë mënyrë mund ta shohim trashësinë se si do dalë brumi, e përzim mirë derisa brumi tërësisht të largohet nga dora. Kemi formuar brumin siç e shihni është në trashësi mesatare, atëherë enën ku ndodhet brumi e mbulojmë kështu me një foli najloni dhe lajmë në ambient dhome, kështu të ngrohtë ambienti I dhomës duhet të jetë. Mbuloj mirë dhe lajmë në ambient dhome rreth 1 ore që masa e brumit të dyfishohet dhe më pas do formojmë brumin në koleç. Masa e brumit është dyfishuar mjaftueshëm, ja largojmë kështu folinë e najlonit. Mundoheni që mos ngele brum në folinë e najlonit, pse ta hedhim është gjuna, ta hedhim brumin, kështu mundohemi ta largojmë nga folia dhe brumin tash do e kaloj në tavolinën e punës. Ka ardhur mjaftueshëm dhe kuleçt e bijave do dalin shumë të mira. Kështu, pasi brumi ka ardhur shumë mirë, pra rëndësia qëndron tek brumi që dyfishohet mjaftueshëm që dalin më të mira kuleçt. Hedhim mirë në tavolinën e punës dhe kalojmë brumin.
Dhe brumin do e punojnë pak me dorë, kështu në millin e hedhur dhe rrokollisin pak, si që shihni, dhe ndoj në kuleç brumin, ka nga kjo mos do nxjerrim 15 kuleç që është mjaftueshëm. Në këtë mënyrë, ndoj munduhemi që kuleçve t'ja japim formën e njëjtë, masimin e njëjtë. Kemi ndarë dhe brumin në kuleç, atëherë se cilës pjesë brumit fillojnë që t'i japin formën e rrumbullakët dhe të limuar. Siç po shihni, përgatitja janë shumë e lehtë, e thjeshtë dhe në fund bëhen shumë të shijshme. Ja vlen t'i provoni nëpër dreka, darka, mëngjesa. Bëhen shumë të mira, thjesht, lehtë, shpejt. Si që shihni, dalin kuleç të bija shumë të mira, ashtu si që janë gjithë bijat shqiptare të mira, dhe kuleç të bijave dalin ashtu të mira. Pra në këtë mënyrë i japim formën gjithë kuleçve. Gjithë kuleçve ja kemi dhënë formën e rrumbullakët, atëherë marrim kulaçin e parë dhe fillojmë që të bëjmë hapjen. Kështu hedhim miell tavolinën e punës sa herë që të ka nevojë dhe me anë shkopit përgatim bëjmë hapjen e kuleçve, dikon në masi rreth 15-20 cm, varet nga dëshira, nevojitet vetëm edhe pak të bëhet hapja. Do të munduhemi që të bëjmë hapjen në formë rrethore, në atë mënyrë duhet që të bëhet hapja. Siç po shihni, përgatitja është shumë e lehtë, e thjeshtë. Tash në kohën e dimrit shkojnë shumë këto kuleç. Pra, konsumohen me fasol, me oriz, varet se si doni, nëpër mëngjese mund t'i konsumoni, t'i mbushni me suxhuk. Me çfarë doni mund t'i konsumoni, si që ceka, dreka, darka, varet nga dëshira e juaj. Pra konsumohen në çdo vakt, janë të preferume. Dhe tash marrim gjalp të shkrirë dhe i lyj kështu këtë pjesën e sipërme të petës së hapur. O i lyj atë sa ka nevojë. Dhe fillojmë që të bëjmë palosin. Në fillim i bëjmë palosin në pjesën dyshe. Dhe këtë pjesën dyshe e palosim. Dhe kështu në pjesën dyshe përsëri e palosim dhe bëhet në këtë mënyrë. Kështu në këtë mënyrë bëhen kuleç të bijave duke i palosur dhe në mënyrë të njëjtë vazhdojmë me hapjen e gjithë kuleçve. Kështu, dhe i bëjmë lyrjen, falni për zërin, dhe bëjmë lyrjen e të gjithave me gjalp të shkrirë në mes. Pra vërtet bëhen shumë të mira dhe kur t'i vendosim në tepsinë, bëhet një formë shumë e mirë. Tash do e shihni në tepsinë kur t'i bëj 3 ose 4 sa bukur rri në tepsinë. Vetëm edhe pak nevojitet hapja. Përsëri e lyj me gjalp të shkrirë. Pra gjalpi duhet që t'i ftoftë pas shkrirjes, nuk guxoni nxehtë. Bëjmë palosjen. Pra në këtë mënyrë vazhdojmë me të gjitha.
Kemi hapur dhe kemi palosur gjithë kuleçet, atëherë morim një tepsi. Tepsia është numër 14, e kam lyer me vaj dhe i vendosi kuleçt, pra mundohemi që t'i vendosim kështu në forma të pjerta, që t'i zaje gjithë tepsia, si që shihni dalin shumë bukur. Pra në tepsi, tamam si kur bijat kur vinë pan, pra ka një bukuri rrallë, kuleçt e bija kështu në tepsi, në mënyrë të njëjtë i vendosin gjitha. Dhe këtu në mes, i vendosim. Dhe njëna ka ngelur, t'ja bëjmë një vend. I kemi vendosur gjithë kuleçet në tepsi, atëherë tepsien kështu do e mbuloj me një qershaf apo me një pecetë kuzhine dhe e lajmë rreth 15-20 minuta që masa e kuleçve përsëri të dyfishohet. Pasi kuleçet i kam lënë që të pushojnë dikon rreth 20 minuta, atëherë marrim kos, këtu kam dikon rreth 200 gram me kos, dhe do ja shtoj 2 lugë gjellës gjalp të shkrirë, ja hedhi kështu gjalpin. Pra ka ngelur kur e shkrira në fillim që t'i li në mes kuleçt e bijave, janë dikon rreth 2 lugë gjelle, e përzi mirë masën, që kosi dhe gjalpi të bëhen në një masë. Pra si që shihni nuk nevojitet gjatë të bëhet përzirja dhe filloj që t'i lidh kuleçt e bijave kështu sipër. Pra kosi jep një shije shumë të mirë. Nëse keni mazë, i lyni dhe me mazë të dalin dhe më të mira, po dhe me kos dhe me gjalp dalin shumë mirë. Kështu në mënyrë të njëjtë i lim gjithë kuleçet nga pjesa e sipërme. Kemi bërë lyrjen e kuleçve dhe do i pjekim. Tash gjatë kohës së lirjes e kam nxjerr furrën në 190 gradë. Kuleçt e bijave i pjekim temperaturë 190 gradë për 20 minuta. I kam larguar nga zjarri kuleçt, kanë një aromë jashtëzakonisht të mirë, besoj se kam më konë dhe shija ashtu e mirë, i mbulojmë kështu me një kese najloni sipër dhe me pas do i mbuloj me një qershaf apo me diçka të tillë dhe i lajmë pak që të ftohen dhe janë gati për konsumim. Kuleçet janë ftohur, ja largojmë këtë qershafin, kesën e najlonit, ta largojmë dhe një dhe ta shihni se si kanë dalë, janë të buta. Pra si që shihni këtu mund të mbushen me suxhuk apo me çfarë të doni ju, janë të shishme të konsumohen me pasol, nëpër dreka, darka, mëngjese. Besoj si u ka pëlqyer mënyra se si përgatis unë kuleç të bijave të llapit në mënyrën moderne. Besoj se kur ta shohin këtë video gjithë bijat shqiptare kanë për mi përgatit këto kuleç. Dhe i përshëndes gjithë bijat kudo që janë, e sidomos bijat e diasporës i përshëndes më shumë, sepse ato më rrallë vinë në familje, po tash janë rrjete sociale, pak e kanë më lehtë. Besoj si u ka pëlqyer receta, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.